mos e konsidero rën si djalin tënd skeçare pa mëshirë. Po në kësyrë se kam i troftyrë. Edhe du të bëj sevap, dhe du ta ngriti ftyrën, ta ndërçej ftyrën, ta ruaj ftyrën tonë e burrit, dhe du më ruaj ftyrën e familjes tëm atje, vjehrrive, prindërve. Keni kujdes ka të trajtoni rejat. Se reja në fundja ajo ka burr për burr ka s'ka për ty. Kupto? Dhe nuk ka ty babanan. Kuptoje? Ne si musliman dhe muslimane duhet të dallojmë senet. Klasa e parë, klasa e dytë, klasa e tretë, klasa e katërt. Obligimi 1, obligimi 2, obligimi 3, obligimi 4, deri të preferuar, deri të lejuara. Në shariat nuk është dësen farz edhe haram. Ka mes farzit dhe mes haramit. Ka gjërat që të rrejtëra, po nuk ndaluara të rrejtëra, por jo në nivel të haramit. Sikur se me pi me dorë të majtë. Shumë e qërtuar, por nuk është në nivelit me piraki. Ajo është haram i prem. Tamam? Baba në nanën, a farz me këqyrë? A farz? Po, baba në nanën. Kur ka nevoja, a farz? Obligon. A ki farz? Qitrang? A ki farz vjerrina? Kush ka thonë me si këqyrë? A kemi thonë haram me këqyra? Në veç kemi desh me të rëgu, mos e konsidero rën si djalin të skeçare pa mëshirë. Mos e thuj që ashtu s'ka pa këqyrë. Se s'më më obligon të më ka obligu, që më ka obligu Allahu, më ka obligu, të s'më në obligon si vjerë. As të si burë s'më në obligon. Po në këqyrë se kam i troftyrë. Edhe du të bëj sevap, dhe du të ngriti ftyrën, të ndërçej ftyrën, të ruaj ftyrën tonë e burrit, dhe du të fitej sevap, dhe du më ruaj ftyrën e familjes tëm atje. Dhe çka më pengon më mi këqyr fundja këta? Çka më pengon? Këta janë prind burrit tëm dhe janë gjyshër të fëmijëve të mi, që mi rritemi dikën fëmijën. A kam sevap sa të dush? Ftyra, karakteri, njerëzilluku, kallabllak sene. Të në të mirat e Zotit, pra ama vetëm jo në deregjit farzit. Në mënyrë që mja sharuë vjehrrive, prindërve, keni kujdes ka të trajtoni rejat. Keni kujdes. Se reja në fundja, ajo ka burg për burg ka s'ka për ty. Kupto. Dhe nuk ka ty babanan. Kuptoje. Qikës ta nuk gëzën një folë, qikës vetë atje, rejës qohet i bërtet. Qika e fletë, denë dhejtë e një më dhejtë, e kërë qohet më rëllët. Do të tonë ta qika më mujtë më qua fjeta për shova. A res me më flajtë reja dhe më qua, mësë më qua dhe dhe të një më dhe, e qesin për shpisë. Qka dalaj? Pësë është e huja. Andaj këtu kam desh me dalë pak në krah, motrave grave, po të një të komi sharu sen për të arësht, sepse ne kem për dëtyr mja sharu njerëzve. Kur gjë ma shumë, për dëtyr, pëse mësë më thanë nëna për ndë një hojgjë, mësë kështë një vjehrina, ja mësim të ranuna. Ja, mërsimi të ranu për atë puna, i trente thëtë ashtu. I trente, veç i trente thëtë diçka, më zga bëmë interesu për kanë këtë dënja është për burë tënë. Ashtë i trente thëtë i qmendori. Hoqë në thëtë ashtu. Hoqë thëtë savap, lumja të i bi, lumja të për shpirtin tënë, e për ftyrën tënë, që për kësira të vjehri, Allahu të paguft, e kom e të pagu Allahu në dënjat, e kom e të pagu Allahu në ahiret. Lumja baba të farqike ka qitë në fes, lumja nana të far bije ka rrit, e lumë fisi të far bije kanë qitë fis tjetër. Po pra, është madhështi bre. Po robim një nusë jam i dhe azrif tyren këtë fisit bre. Pasha Allah në këtë fisit azrif tyren. Nusë jam i dhe të këndërtën janë zinë ftyren fisit bre.